Mirë se vini në magazinën informative 21 drejt për drejt. Minutat vijues do të ndiqni informacione e materialit të përgatitura nga gazetarët tanë për zhvillimet më të fundit, ndërkaq në pjesën tematike do të trajtojmë mundësit rreth krijimit të qeverisë së re pas certifikimit të zgjedhjeve me bashkëbisedues në studio. Presidenti Vjosa Osmani nuk ka dhënë një datë të saktë se kur do të atras seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, por ka paralajmëruar se kjo do të ndodhë shumë shpejt brenda afatit ligjor e kushtetues prej 30 ditësh. Ndërsa për procesin e formimit të qeverisë ende nuk shihet ndonjë lëvizje nga ana e partisë fituese. Ndërkohë, kandidati i PDK-s për kryeministër Bedri Hamza ka deklaruar se nuk ka asnjë vit të kuqe për asnjë parti dhe se është i gatshëm për formimin e qeverisë nëse dështon partia e parë. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja i ka dhënë në lëvizje përfaqësuesit politik për formimin e institucioneve të reja, kuvendit dhe e qeverisë. Presidenti Vjosa Osmani, e cila në bazë të afateve kushtetuese, duhet që brenda 30 ditëve nga dita e certifikimit të thrasë seancën e konstituimit, ka thënë se ekipi i saj po i analizon afatet kohore për përgatitjen e seancës. Pak më parë ka ardhur dhe shkresa zyrtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Presidencën e Republikës së Kosovës, ku na njoftojnë me rezultatet e zgjedhjeve të certifikuara, mënyrën se si ndohen ato ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, siç e dini tani ka një afat prej 30 ditësh. Është një afat kushtetues, një afat ligjor, i cili parashihet për thirrjen e seancës konstituive. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance në mënyrë që kur thirret seanca dhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem saktë, mirë, por shumë shpejt do ta kemi edhe datën. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti, pas certifikimit të rezultateve gjatë ditës, nuk ka pranuar të flasë para gazetarëve për këtë çështje. Kjo shmangje, siç duket, ka një arsye të fortë. Radio Televizioni 21 merr vesh nga zyrtarët brenda vetëvendosjes se ende nuk është marrë një vendim në kryesinë e këtij subjekti politik për të vendosur për hapet të mëtejmë për mundësinë e bashkëpunimit me subjektet politike për të siguruar votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Po ashtu vetëvendosja nuk e përjashton mundësinë se vendimi në kryesi mund të merret pas konstituimit të Kuvendit. Derisa vetëvendosja të marrë një vendim, PDK-ja si parti e dytë ka shprehur gatishmëri për formimin e qeverisë së re. Nëse lëvizja vetëvendosje nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, kandidati për kryeministër Bedri Hamza ka thënë se nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik, madje as për vetëvendosjen, nëse kjo e fundit fton për diskutime. Unë gjatë fushatës zgjedhore do të thotë kam qenë kundër vijat të kuqe. Edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Sa i përket bisedave, po jemi në biseda dhe fatbarësisht asnjë barierë në komunikim me asnjë parti politike apo politikan Kosovë të ona ime nuk ekziston. Jam i gatshëm me të gjithë me bisedu. Dhe jemi në biseda edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën, edhe Nismen, edhe subjekte të tjera. Nuk kemi mri deri në atë fazën ku qysh do të më udhë formula e qeverisë, po jemi tu bisedu. Kandidati për kryeministër nga PDK Bedri Hamza preferon që bashkë me partitë opozitare ta formojnë qeverinë e re, por duke ja bërë të qartë opozitës se si parti e dytë, atij i takon posti i kryeministrit. Renditja është e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, i ka 24 deputet dhe asnjëherë në tavolinë nuk kemi pas kërkesë, nuk kemi pas ende temë se qysh ka më dok qeveria e jashtme e Kosovës. Posti i kryeministrit po del të jetë problem për bashkëpunim midis partive opozitare, sidomos për PDK-n dhe LDK-n, pasi këto të dy subjekte synojnë të udhëheqin me qeverinë e re. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka kritikuar LDK-n se si parti e tretë po e bllokon bashkëpunimin e opozitës për krijimin e qeverisë së re, duke kurrëzuar me postin e kryeministrit. Por kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku përmes një reagimi të njëjtën brëma ka thënë se qëndrimi i tij mbetet i pandryshuar.
Ja ku e keni të parin, e ka rendin ai, kur vjen rendi tek ne, nëse vjen ndonjëherë, qëndrimet i keni të qarta dhe ato nuk ndryshojnë. Ndoshta dhe janë mësuar që kjo LDK t'ua bëj politiken për qef. Ndoshta dhe janë mësuar se me presion të tillë LDK liget e eventualisht dhe bjen. Ky presion veç po na forcon. Ndërkohë, nisma socialdemokrate ka bërë të qartë qëndrimin e saj se preferon bashkëpunim me partitë opozitare për formimin e qeverisë së re. Se cilat do t'jenë mundësit më reale për krijimin e qeverisë së re apo formula më e përshtatshme me këtë rezultat votash të subjekteve politike, do të diskutojmë në studio me analistin politik Bekim Selishta. Zoti Selishta, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se vëgjeta. Evaluacia e rezultatit zgjedhor nga ana e KQZ-s i ka vënë në lëvizje apo i ka mobilizuar partitë politike përveç partisë fituese që të shikojnë mundësitë e bashkëpunimit për krijimin e institucioneve të reja. Madje sot kryeministri Kurti ju shmang pyetjes rreth kësaj teme. Si e shihni ju këtë qëndrim të tij një ditë pas certifikimit të rezultatit? Kjo është shumë e qartë, domthonë kryeministri në largim Kurti është komod, po ndit komod me numrin, me rezultatin, po nuk është komod me numrin e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë. Kështu që tash ka fillu, gjyëtia ose lypja se ku me gjetë një solucion për afrimin edhe diskutimin për një koalicion të ri. Domthonë, shumica partive politike kanë kuptuar që me kalimin e kohës, ndasitë politike që i kishin gjatë fushatës e kam pas që do të kenë pasoja prapa fushatës. Dhe më kur dalë mas certifikimit rezultateve, ju më pa pasojat e fjalorit jo afrus, po edhe jo konstruktiv, po të përqas. Dhe më ky fjalor jo konstruktiv, po shihet që gatishmërinë e partive politike për mos të qenë me një qeveri me të parin e partisë, po provojnë parti tjera që ta gjenë një solucion për formimin e qeverisë të re. Atëherë, zyrtarët lëvizjes zgjedhësore kanë thënë se një vendim për mundësitë e bashkëpunimit me subjektet politike mund të merret në mbledhjen e kryesisë së kësaj partie. Madje nuk përjashtohet mundësia që hapat për negociata për krijimin e qeverisë të merren tek pas konstituimit të kuvendit të Kosovës. Po, ne dim që në lëvizjen vetë vendosja është vetë një individ vendos, është kryetari partisë. Të tjerët ai vendos, gjitha politikat ka ndoshta të tjerët, po reali është shihet që veç Albin Kurti vendos, ndërsa të subjekte tjera është një demokraci pak më ndryshe që ka një dialog ku mund me diskutu me subjekte tjera, me individ brenda subjektit, ka një gjuhë komunikuese. E kjo gjuha komunikuese po bën të ndjehen ma komod për me qenë ma ofër njëri tjetrit. Pavarësisht që kanë disa dallime mes veti, po unë e kom pa një dallim tek që e kom përcjell gjatë fushatës, ka qenë ky Bedri Hamza që nuk ka pas një gjuhë të rrethjes ose ndasisë, po ka qenë një qasje konstruktive edhe jo përqas me subjekte tjera. Domethënë unë e shoh si një kryeminist i ardhshëm që do t'i kryej reformat ekonomike dhe zhvillim të shtetit ekonomik si pasojë që nuk ka hap ndasi me subjekte tjera, po ka qenë i afërt me gjitha subjektet, po kryesisht ka lobu për mi futu zgjedhjet. Fati i tij i keq. Në çfarë aspekti po thoni se shihni si një kryeministër të ardhshëm zotri Bedri Hamza? Mendoni se partia fituese nuk do të arrijë ta krijojë qeverinë dhe nuk do të bashkëpunojë me parti tjera opozitare? Përkundër që sot Hamza u deklarua se është i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha subjektet politike, duke lënë të nënkuptohet edhe me lëvizjen vetëvendosje, madje ai tha se është i gatshëm ta formojë qeverinë nëse partia fituese nuk arrin. Çfarë nënkupton kjo, që do të bëj opozita një qeveri apo do të ketë bashkëpunim të partisë së dytë me partinë e parë? Si e shihni ju formulën? Cila është formula më e saktë për krijimin e qeverisë së re? Unë nuk shoh shumë probleme për krijimin e qeverisë së re. Problemi më i madh është tash kanë filluar ideja e subjekte politike është të menu për zgjedhjet lokale që është mi fitu. Kretë kjo përçamje që është ndodhur deri tash, domthonë është përgatitja se çish mi kry zgjedhjet në tetor. Ne jemi një shtet shumë i ri, nuk e kemi komoditetin me shku gati 2 muaj,
edhe mos me realizu, mos me marrë një rezultat zgjedhjeve me kohë, edhe mos me kriju një qeverin për një kohë afat shkurt. E shohim qeverinë gjermane, domethënë mbrana natës kanë filluar bisedimet me partitë fituese me kriju qeverinë, sepse parimisht ju mbazu që shteti ka nevojë me pas një qeveri stabile e jo një qeveri teknike. Tek ne punim shumë komod, po nuk jem komod sa që po ndryshojnë rrethonat geopolitike dhe geostrategjike në botë, të marrë parasysh për shembull, ne po anashkalojmë komplet politika ndërkombëtare. Mos ta harrojmë politikat amerikane ose të mëshme tonë amerikanë, që deri tash kanë qenë, unë them, nana e madhe që është për kujdes për fëmijët tjerë, duhen me pas parasysh gjatë luftës dytë botërore, kanë qenë aleati kryesor i Kinës për në konflikt ose në luftë përballë Japonisë. Ndërsa pak vite më vonë janë aleati kryesor i Japanëve e janë në garë permanente me Kinën. Na nuk jem të analizu dhe këtë proces, sepse në Ballkan e kem njëjtin problem, do ta ketë edhe Kosova fatën e njëjtë, nëse nuk afrohemi me miqtanë amerikanë, që Serbia me u afru me Amerikën. Domethënë, këto janë hapësira që nuk duhet t'i krijojmë këto hapësira politika jonë shtetërore, niveli qendror të folë. Qeveria me gjithë ministrit, kështu që mbrana koalicione, unë menoj që i vjen Kosovës një qeveri stabile. Edhe një qeveri që përkujdeset për zhvillim ekonomik, edhe përkujdesen edhe rehabilitimin e raporte me miq, se miq duhet të kemë përkujdesje, jo veç të injorojmë miq, ose të kemë kontakte veç kur kemë nevojë. Po ne duhet të kemë shumë kujdes me miqtan, sidomos me miqtan të mëdhej, sepse ne jemi një shtet shumë i vogël, jemi të varur për zhvillim ekonomik, social, politik, geostrategjik, edhe gjitha sferat e jetës varur për shtete të mëdha miqe që kemi pas deri tash. Po, zoti Selishta, sa mund të jetë e pritshme nga lëvizjave të vendosje që mund t'i ofroj bashkëpunim PDK-s për krijimin e qeverisë, gjithnjë duke pas parasysh deklaratat e deritalishme të zyrtarëve të kësaj partie? Se do t'a bëjnë qeverin me pakicat jo serbe, por jo me opozitën. Ne kemi një praktik kur ka ndodhën në 2003 ose 2004 kur është kriju qeveria mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe LDK-s, janë thënë gjitha tabu që nuk është pritur asnjëherë që më kriju një qeveri mes luftës edhe pacifizmit, po tash nuk ka zgjidhje tjetër, sepse lëvizja vetë vendosje nuk ka fituesi absolutisht zgjedhje, se mbi 10% i ka humbë të zgjedhjeve të kaluara. Ka 47 mandate. 47 mandate, 48. Prap nuk e arrin 61. Po, me 48 vota nuk mjafton me kriju qeverinë, po LDK-s mas pak t'i konvenon me qenë në qeveri, me vetë vendosën, sepse votuesit e LDK-s janë të adaptueshëm me votuesit e vetë vendosës. E kem periudhën e 2009-s, 2021-shën, domethënë votues e LDK-s ende në kampin e vetë vendosës, si pasoj që shkput prej Vjosa Osmanit ose Lisës Guzo. Domethënë aty një pjesë e madhe e votave të LDK-s. Jo, shefni, të vetëm mundësi të bashkëpunimit VV-LDK e jo VV-PDK? Jo. Nëse LDK do të ketë pasoja, mund me kriju qeverinë me VV-n, sepse votuesit e LDK-s let adaptohen me VV-n. Domethënë është pështim i VV-s, koalicioni me LDK-n, po humbje për LDK-n. Shkojnë thojza në këtë rast ndonjë deputet të LDK-s, sepse kreu i LDK-s, Lumer Abdigjiku, që është kandidat i kësaj partije për kryeministër, edhe pse është partia e tretë për nga votat, thotë se nuk negocion për postin e kryeministrit, është në një farforme i barrikaduar për postin e kryeministrit. Sa e komplikon gjithë kjo situatë kombinatorikën e një koalicioni qeveritar të ardhshëm? Geopolitikat e kohës ka ndryshuar, nuk është 2013 kur partia me 10 mandate mërë kryeministrin, tash ka ndryshuar geopolitika, domethënë lypi numrat më komod. Ditë shumë mirë, sepse çdo zgjedhje po shihë që partinë e madhe po shkon të rame numerikisht, dikush tjetër po ngritet numerikisht, po gara më e madhe që përcakton gjitha koalicionet o gara Prishtinës. Sepse kështu është lufta tash është të zhvillu kush e merr Prishtinën, sepse me gjithë dështimet politike në Prishtinë, ose geostrategjinë, ose zhvillimin e Prishtinës si kryeqytet, do të ketë pasoja në zgjedhjet e ardhshme. Sepse nuk është komod as kryetari i Prishtinës në zgjedhjet e ardhshme me punën që ka bën Prishtinë. Ne shohim ne qytetarët që jetojmë këto edhe shohim zhvillimin e Prishtinës. Kjo varet ndikon shumë në koalicionin e ardhshëm. Po
Nëse do të ketë qeveri stabile, menoj që do të ketë 2 të mëdhajet, ose komplet partitë opozitës me kriju në një blok, para shko sa do të ketë qeverisje. Menoj që venit do t'i kishë bo, edhe VV-ja rehabilitohet, po edhe opozita besoj që e dëshmon për punën e tyre si nëse marri me udhëheq qeverin. Sepse kanë mësu pe gabimev të kalume të gjitha partitë politike dhe besoj që do të jenë ma konstruktive për zhvillimin e vendit. Edhe do të përkujdesen ma shumë për gjitha pikat që i kanë menu që muj mirë i paru. Selisha, të komentojmë pak edhe faktin që dje antarët e lëvizjes dhe vendosje në KQZ nuk votuan për certifikimin e zgjedhjeve. Çka pasqyron ky qëndrim i tyre edhe në këta minuta kur veç pritej të u hodh në votim çështja e certifikimit? Ata kanë thënë se çështjen vendimin e PZAP-s dhe të Supremës për votat me post do ta ankimojnë në gjykatën kushtetuese. Çka flet kjo për pakënaqësinë e thellë që lëvizja vetëvendosje ka me rezultatin zgjedhor dhe nuk pajtohet në asnjë mënyrë se nuk bëhet fjalë për manipulim të votave me post? Kështu, nuk ka vetëm me një pikë, po ka pas shumë defekte gjatë periudhës së numërimit të votave. Ne kemi pas që ka qenë shumë prezente treni Bugar, në disa qendrat mëdha është deklaru që kanë gjetë flet votime të rrajshme, në disa qendra jo, po nuk do tjetë favorin në VV-s se fillojnë me numëru gjitha votat. Menoj që si pas disa jurisa, ose njësi të kushtetutës, nuk është penges certifikimi, e manej hullumtime se kuj ka pas defekte. Po, gjykata themelore ka fillu një etem për pikrisht për të vota. Po letheton edhe numërimit për kandidat, besoj që nuk i konvenon, mas pakti që i konvenon, këj numërim është VV-s. Dihet se ka pas ngesje në qendrat e numërimev. Ka pas ngesje të mëdha, po nuk jenë deklaru, nuk jenë evidentu, po të ardhmën besoj që do të mirë kish me qenë, me vnu kamera, mi pa edhe vëzhgust, edhe ato që i numrojnë votat, sepse ku kanë ngesë proceset. Në mirakun kryesor, lëvizja vetëvendosje ka 8 votat me post të diasporës për cilat pretendon se janë manipuluar. Ndryshe nga votat që janë bërë në përfaqësit diplomatike, ku veç kanë pas vëzhgust dhe ka qenë situata më e monitorueshme. Për mua është e paqartë edhe për partive tjera që nuk kanë deklaruar asnjëherë për votat edhe në ambasada. Jënë pa njerëz që kanë bërë me dorë votat në ambasada që në votu, edhe nuk kanë deklaruar asnjëherë. Do të thonë pas një përcjellje, pas një përkujdesje. Do të thonë votat që në votu në ambasadat Kosovës. Nuk është kjo që nuk janë numrat mëdha, po janë të mjaftueshme me bo probleme për numërim deputetave. Unë menoj që Kosovës i duhet në të ardhmen me ndru dhe ligje zgjedhor, mirë kish me qenë që votat e diasporës të kenë deputet të diasporës në grupin e venet të rezervume, ku jenë grupi i minoritetit, ku jenë venet e rezervume, pse mos i kenë diasporat 3 venet të rezervume, që i kenë venet e Ballkanit, Kroacia, Macedonia, Serbia, ndukut i ka dhe Serbia. Vendet e rezervuara diaspora në kuvend? Në kuvend. Letë votojnë diaspora. Po, unë menoj që është ma drejt. Letë votojnë diaspora, por vendet e veta në kuvend, 3 vendet të rezervume, sepse nëse nuk jeton Kosovë, nuk mund me gjitha numrat vota me bu ndryshimin kur nuk për jeton Kosovë. Nuk e ditë cili lider është maj miri. Në Izrael është me ligjë e regullume kjo çështje, nëse nuk jeton ma shumë se ma pak se 5 vjetë në Izrael nuk i drejt me votu, sepse nuk e ditë cili lider është i mirë, por Izraelit që jeton në Izrael. Nëse nuk jeton në sistemin përkas. Pikrisht është ngrej diskutim edhe rreth kësaj çështje se a duhet të votoj diaspora apo nuk duhet të votoj diaspora. Madje ka zëra që cilësojnë si një padrejtësi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i jepet e drejt diasporës të përcaktoj fatin politik të qytetarëve në vend. Jo si e shene. Unë e shumë si knatësi që duhet 2 partë me qenë të knaqë që në është diasporës të rezervohen 3 venat të deputetve të grupi venat të rezervume. Se ka mundësi si do vonë në Kosovë janë 20 venat rezervume. Ose 10 janë të rezervume plus 10 me numër shumë të vogël të votav, që të grupin ka mundësi diaspora mu rehabilitu 3 deputet që vim pej diasporës. Atje le të bëhet gara mes diasporës, le ta zgjedhin deputetin më të mirë që përfaqëson më mirë të diasporën, sepse veç ato i dinë kërkesat e veta në diasporë. Po në Kosovë për nevojat e veta. Nevojat e veta, jo për nevojat e qytetarëve, jo që të përcaktojnë qeverinë e vendit, qeverinë e Kosovës. Sepse për neve është e nevojshme
që të respektohet ajo pjesë, ato janë qytetarë tonë, vllazën tonë, motrat tona, familjarë tonë, janë që jeton një diasporë, o një pjesë që duhet më respektu shumë. Po, për qeverinë e Kosovës, le të votohet për Kosovës. Ne ta votojmë atë qeveri që e shohim që është më afër qytetarëve. Pa dallim, emri i partisë politike është e parëndësishme, po le ta zgjedhën vetë qytetarët e Kosovës, se marr 150.000 vota për diasporës, nuk janë pak, se në Kosovë për bojnë ndryshimin, dikon ndryshimin deri në 15 deputet o ndryshimin me 150.000 vota. Nuk ka ndalë pritshmërisë e partisë. 150.000 vota që janë për diasporës, ndryshimin e bojnë ato vota shumë të madh, edhe pse nuk jetojnë në Kosovë. Ne ato nuk kanë kohë më marrë me qeverisjen e Kosovës, sepse secili qytetar në diasporë punon çdo ditë javës, 5 ditë javës, edhe nuk ka kohë më marrë secili lidero më i miri. Në diasporë vetë kum jetu shkurt, se ishan studime atje, nëse një qeveri është ma nacionaliste, i bo përshtypje secilin në diasporë, se menon për ai i lider për do venin e vetë. I harrojmë të gjithë të tjerë. Ne si shtetë, duhet të fokusohemi në 3 pika. Tash është lufta për të armën në 3 pika. Kemë marrë me zgjedhjen, le të kemë përfaqësues e diasporës, le të krijohet një qeveri stabile, le të krijojnë raporte shumë të fuqishme me shtetet mike, me Amerikën, se e dim që në Amerikë është një president që nuk falë, po është një që merr vendime të shpejta, edhe e treta është i kem që po na gjykot në gjykatën speciale po gjykot historia e Kosovës. Atje të gjykoj historia e Kosovës, duhet të mbrojmë historinë e Kosovës. Nuk po dënohen ose nuk po gjykohen as ish presidenti, as ish krye parlamentar, lufta e Kosovës, lufta aty të gjyku gjaku dhe lufta dhe mundi i Kosovës, sepse ato djem më të mirë të Kosovës, kur ka filluar lufta në Kosovë, janë konë të përgatitën gjitha dënimet mi përballë, veç për shlirimin e vendit. E dim që ish kryeministri ose ish presidenti ka qenë i dënuar në vitin 1992 me 15 vite burg prej Serbisë. Me të njëjtat fakte prapë po dojmë dënu historinë e Kosovës. Nuk ka të bëjmë me individ. Ato nuk janë individ. Ato janë shishane e çdo term që përdoret prekot historia e Kosovës. Nuk ka të prek asnjë subjekt politik për historia e Kosovës. Ne duhet me pas politikat kombëtare. Menoj që neve na vyn me qenë në departament i veçantë në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Drejtësisë ose të mbrëmshme që mirët me politikat kombëtare, që e ruan ose në Ministrinë e Arsimit që i ruan shtetin e vet, politikat kombëtare, qytetarët e vet. Ato janë qytetarë që kanë dhënë muni për këtë vend, ndërsa nëse kthehen për parti politike o garë tjetër. Po për momentin po gjykohen në aspekt kombëtar edhe ideal, edhe për shtetë formimi Kosovës. Me qeve që përmendëm edhe procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hag ndaj ish-krerëve të ushtrisë trajtimtare të Kosovës, në prill pritet të përmbyllet procesi. Prokuroria do ta përfundojë intervistimin e gjithë dëshmitarëve të vet, po parashikimet janë që mund të ketë edhe një verdikt. Cilat janë gjasat që ish-presidenti Hashim Thaçi të kandidoj edhe njëherë për postin e presidentit nëse gjykata merr vendim lirues gjithnjë duke ju referuar vendimit apo verdiktit përfundimtar të kësaj gjykate? Unë prapë e them, është e parëndësishme a do të ketë pozicion politik të ardhmë në Kosovë, Hashim Thaçi, ose Kadri Veseli, ose të tjerë. Po ju si e shihni, zoti Selishta, sepse ka indikacione, ka komente rreth mundësisë që ai do të rikandidoj nëse veç përmbyllet procesi atje dhe shpallën të pafajshëm. Sepse Kosova pas një viti do ta zgjedhë presidentin e ri. Nëse ky shtet i don djemt e vet, është e drejtë e secilit mandatin ka kalon gjys, le ta vazhdojnë kur të kthehet. Po nuk besoj që ato kanë më kthy e më marr prapë me politikë. Në kuptimin ka deklaruar vetë zoti Thaçi që nuk do të merret me politikë, por ato vijnë më kthyn Kosovë mas pari familjeve të veta, edhe manej e ardhmja tyre është në varet mbi tyre. E rëndësishme për shtetin tonë mi kthyn Kosovë me pështu historinë e vendit tonë. Nuk ka rëndësi e ardhmja tyre do të jenë politikë, a do të jenë dikun tjetër, po e rëndësishme të jenë Kosovë. Aktiviteti tyre ato janë gjenerata shumë të reja. Domthonë të gjithë janë shumica tyre janë në 50 vjet ose 60. Domthonë është një moshë mund me dhonën, po për neve është shumë e rëndësishme le të jenë Kosovë afër familjeve të veta, sepse në të ardhmen nëse ne e bëjmë këtë gabim, nuk mirë me çlirimtarët tonë, me njerëz që kanë dhënë shumë për këtë vend, cili pe qytetarëve tonë të ardhmen nëse vjen një sakrificë kombëtare do ta merr këtë iniciativë. Cili i ri
do t'jetë krenar me prindin e vetë, në të ardhmen nëse na, shteti jo nuk i mbrojnë këto djemt. Ne kem nevojë një qeveri që i mbrojnë historinë e vetë dhe herojt e vetë. I vetëmi shtetë Kosova që ne i kem ngatru me herojt tanë, me historinë tanë. Këshure Serbian, ose shtetin fshin, historinë e vendit vetë, ose herojt i nxjerr pe hiqet. Si shembull më praktik për edhe kriminal që kanë bërë shumë krime i bojnë hero, ndërsa tek ne shkojnë dëshmojmë rrajshëm, është rasti në Kaçanik, ati zotëri që ka vjedh një lopë u shkunë në hak, pi gjykon, po dëshmon kundër çlirimtare, po një lopë që ka vjedh në Kaçanik. Nuk e di historinë e tina matutja, si më interesu me ditë, po këtë diskutim është sill rreth një lope që ka vjedh mas luftës. Para meno, ne po gjykojmë djemë ta. vendosje të fabrikuara, Po, shis janë prova të fabrikuara, po e keqja kësaj është që nuk janë të përfyll rregullat edhe të drejtat njerëzore. Ne e pam para një jave, e pat një rast tragjik, mbrana familjes, presidenti tha që nuk ju leju me marr pjesë në varrimin e prindit, që është ky deri në momentin e gjykimit është i lirë, nuk është i dënuar. E drejta aty ka të drejtë të marrë pjesë në çdo ceremoni, edhe ky në mënyrë vullnetare është dorëzuar. Të gjithë çlirimtarët ose të gjithë të akuzuarat janë dorëzuar në mënyrë vullnetare. Asnjë nuk është largu pe këtij vendit dhe nuk besoj që paraqisin rrezik. Nuk kanë paraqit kur rrezik, as nuk kanë me paraqit. Nëse Serbia nuk nihet e lirë, me ato djemë Kosovë, ne nuk i kem faj. Ne duhet të çmojmë njerëzit tanë në Kosovë. Po garat politike, nëse kthehen janë pjesë në armën politike, është tjetër mabet, tjetër diskutim, garë e hapën për të gjithë, po historinë do ta mbrojmë secili. Nuk ka rëndësi në gjyrat politike. Historia është e jonja, Tunis Perejgjës, e deri të gjithë, ne do të më mbrojtë djemë matë mirë që i kemë, që i ka rritë kjo në Kosovë. Në shteti i Kosovës për ta? Unë nuk kom pas që ka ofru shumë garanci shteti i Kosovës me pas në Kosovë. Për mu është e pa kuptim, edhe shqetësim, nëse në shteti jonë. E për këtë arsye thëmë, neve na vjen një qeveri që për njerëzit tonë të atje bën pak ma shumë. Sepse ka nevoj shteti, familja, historia këtij vendit, gjaku këtij vendit edhe mundi këtij vendit me mbrojtë. Sepse që 200 vjetë mas pak të ne bojmë luftë me Serbinë, është për herë të parë shlirojmë vendin tonë në 98-99. Ka diskutime se thënë, Kosova nuk është shliru vetëm, po shliru me Amerikanët, ose me shtetet mike. Ne prap du me ju referu luftës dytë botërore, edhe Franca, edhe vendet tjera, edhe Spanja, edhe Italia, është shliru pe aliatëve. Ka bindë Aleancën Veri Atlantiket NATO që bombardojnë Serbinë. Edhe Franca është shliru pe aliatëve. Dëmëdhën, aliatë janë Amerikanët, Anglesë edhe vendet tjera. Dëmëdhën, fuqit e mëdhaja i kanë fitu ose kanë shliru vendin e vetë pe Amerikanëve dhe Anglesëve, me aliatë. Nuk ka shtet në botë që është liru me forcat të veta. Për jashtë në Shqipnin, gjatë luftës dytë, është liru prej nazizmit me forcat e veta të shqiptare. I vetë një vend. Zoti Silisha, krejt për fond, si e shihni jo, zgjidhjen e gjithë kësaj situatën skenën politike, a jemi më afër krijimit të një qeverie, me që tash i kemi zgjedhjet e certifikuara, apo mund të shkoj vendin në një ngërç politik që pastaj të çojë edhe në zgjedhjet parakoshme? Zgjedhjet e parakoshme nuk i konvenojnë veç vetëvendosjes. Kryeministri aktual e din. Nuk i konvenojnë veç vetëvendosjes në zgjedhjet e parakoshme. Në zgjedhjet që nëse do të shkojmë në një rivotim, sepse e din që është me ramje të lirë. I vynë pak ma shumë stabilizu për me ndalë ramjen e lirë, e partit tjera janë të pasë ngritjet solide. Pse keni këtë bindje? Po, mbrana për 4 vite mi hup 10% o shumë, 10% mandate mi hup o shumë. Kështu që ajë duhet mi analizu edhe mi shqyrtu ku jënë kongë ngecjet, gabimet, edhe ku ka gabu gjatë qeverisjes. Nuk është e jemi munal, nuk kisha dorë munal me gabimet ose të mirat me përmen, nuk ka dhe të mira, po diçka ka ndodhë që 10% me hup janë shumë. Kështu që do të kemë parasysh, nuk e kemë komoditetin me këto zhvillimet rreth botës, me rendin e ri botëror të shkojmë edhe në herë në zgjedhje. Ne kemë nevojë ta krijojmë një qeveri stabile, ta forcojmë ushtrinë, sepse ka lëvizje anën kom botës, ne nuk kemë komoditetin e zgjedhje prapë, po duhet ta forcojmë ushtrinë, policinë, sigurinë e vendit, çka do që ndodh rreth kufeve,
duhet me qenë të pregaditën, që që unë pregadit 98-ën, duhet me vazhdu prapë, po nuk është, vend nuk mbrohet me veç me fjallë, po dhe me vepra. Gjithësisht, faleminderit shumë që ndatë kohën për këtë bashkëbisedim në studion tonë. Leonor, faleminderit për mundësinë e diskutimit, uroj të shkoj marrë dhe juve. Respekt. Pra, ndoqët bisedën me analistin politik Bekim Selishta. Kthehemi në studio me zhvillimet të tjera në vend. 324 djem e vajza ju bashkuan sot radhave të Forcës së Sigurisë së Kosovës me një ceremoni të veçantë të betimi. Në certifikimin e tyre përveç familjarëve morën pjesë edhe krerët institucionale. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti thanë se ushtria e Kosovës është amanet i të rëmbëve për liri. Presidenti Vjosa Osmani në ceremoninë e certifikimit të rekrutëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës që u mbajt në kazermën Skënderbeu në Ferizaj, tha se FSK është dëshmi e sakrificës së dëshmorëve dhe martirëve që Kosova është e lirë. FSK-ja është më shumë se një forcë. Ajo është simboli për kushtimit dhe i sakrificës. Është dëshmi e forcës së shtetit tonë. Ju jeni pjesë një force që çdo ditë po rritet e po zhvillohet, duke ndërtuar një ushtri moderne, profesionale dhe të gatshme për tu përballur me çdo sfidë. Me punën dhe përkushtimin tuaj ju do të vazhdoni ta mbani FSK-n, krenarinë më të madhe të shtetit tonë, si dhe aleat të besueshëm të partnerëve tonë ndërkombëtar. Kryeministri Albin Kurti në ceremoninë e certifikimit të rekrutëve të Forcës së Sigurisë tha se ushtria e Kosovës çdo ditë më shumë po zhvillohet dhe po fuqizohet. Diplomimi juaj sot, në fund muajit mars, vjen si një kapitull i ri pas lavdisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ndërhyrjes së Aleancës Veriatlantike. Vjen si vazhdim i amanetit për mbrojtjen e dheut dhe kontributit për paqe. Uniforma të cilën do ta bartni nga sot është nder i posaçëm dhe përgjegjësi e madhe. Ajo është dëshmi e gjakut dëshmorëve që u fliuan dhe frymëzim për të ndërtuar të ardhmen. Prandaj kujdesuni fort për të. Garanca më e fuqishme që populli i Republikës sonë do të jetojë në paqe, integriteti territorial do të jetë i pacënueshëm dhe sovraniteti i paprekshëm. Kurti deklaroi se ushtria e Kosovës çdo ditë e më shumë po zhvillohet e fuqizohet dhe se mbështetja për forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë e padiskutueshme. Mbështetja jonë do të jetë vazhdimsi e mbështetjes 4-vjeçare që kemi bërë deri më tani. Përgjatë këtij mandati kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, kemi rekrutuar 2315 ushtarë të rinj, të cilëve do t'ju shtohen edhe 390 ushtarë të tjerë në muajt e ardhshëm, në total 2705 ushtarë. Kemi investuar në armatim në vlerë prej 319 milion euro. Në këtë ceremoni u ndan lëvdata edhe për rekrutët e dalluar, ku për rezultatet e arritura akademike gjatë stërvitjeve u shpërblye rekruti Luan Verbovci e për performancën më të mirë fizike, lëvdat mori e rekruti Elvis Qitaku. Për përkushtim në detyrë me lëvdat u shpërblyen instruktorët Rafet Gashi dhe Valon Halimi. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj e ka cilësuar çështje urgjente dyfishimin e pagave në sektorin e sigurisë në Kosovë. Pas betimit të 343 ushtarëve të rinj të FSK-s, Haradinaj ka shkruar se paga e dinjitetshme e ushtarit, policit, inteligjencës e më gjerë është obligim qeveritar e kombëtar. Presidenti Vjosa Osmani ka pritur në takim shefën e operacioneve aktuale në selinë e NATO-s, Ariela Vej, drejtorin në largim të ekipit këshillues dhe ndërledhës të NATO-s, General Brigade Kristian Neoart dhe drejtorin e ri, General Brigade Sven Lang. Në takim Osmani shprehu mirënjohjen për mbështetjen e palëkundur në zhvillimin dhe avancimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Ministrisë të Mbrojtjes dhe institucioneve të tjera të sigurisë në përputhje me standardet e NATO-s dhe të shteteve anëtare e partnerët të saj. Ajo theksoi rëndësinë e angazhimit të NATO-s për paqen, stabilitetin dhe sigurinë rajonale globale.
në shenjë mirënjohje për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe avancimin e kapaciteteve të FSK-s dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe për bashkëpunimin e ngushtë me institucionet e Kosovës. Osmani i ndau general Levartit medaljen presidenciale ushtarake. Pas vizitës në Kosovë e Serbi, emisari i BE-s për dialogun Peter Sorensen do të shkojë në selin e NATO-s, ku do ta presë zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska. Takimi do të zhvillohet të hënën më 31 mars, ka njoftuar NATO. Që nga marrja e mandatit më një shkurt, Sorensen deri më tani ka zhvilluar disa takime me akterë të ndryshëm, ndërsa së fundmi realizoi vizita në Kosovë dhe Serbi, ku mori qëndrimet e paleve rreth procesit të normalizimit të marrëdhënieve. Sorensen në mediat në mandat ka posaçërisht vënien në zbatim të marrëveshjes së Ohrit, proces që ka shënuar shumë pak progres. Njohës të dialogut Kosovë-Serbi vlerësojnë se ky proces mund të shënojë një përparim pas komunikimit që është vendosur mes BE-s dhe SBA-s për këtë çështje. Sipas drejtorit të Institutit për Leadership Civil, politologut Argjend Zenaj, përfshirja më intensive e administratës Trump në dialog do të sillte një rezultat më të shpejtë. Bashkimi Evropian ko pasku e kalon në harres ose në stand-by procesin e dialogut, presionin mbi këtë proces për të përfunduar si i tillë dhe gjithmonë është pa nevojshme një ndërhyrje e kopaskueshme e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë rast kemi pas një lloj pauze për shkak të zgjedhjeve që në SBA dhe zhvillimeve të tjera. Është lajm i mirë nëse Shteti Bashkuar të Amerikës, administrata Trump 2 vendos që të hyjë seriozisht ndihmës në facilitimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Kjo do të bënte që të mrijë një rezultat i shpejt dhe i cili do të mundet të ishte i besueshëm për të dyja palët. Po, sikur edhe në kalumen, ideja është që të rritet besimi i palëve. Ju e dini që në 4 vitet e kaluara, kryeministri Kurti ka shfaqur vazhdimisht mosbesim dhe është kritikuar nga ana e tij për bërjen dhe lajçakun që janë të njëanshëm dhe nuk janë neutral në trysninë e tyre ndaj Serbisë për të respektuar marrëveshjet dhe për të u kthyer në tavolinën serioze të bisedimeve. Kjo, me përfshirja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, mund të rritë besimin e Kosovës, institucioneve të saj, që të kthehen në tavolinën e negociatave dhe të fillojnë të implementuar edhe kërkesat që janë përballë Kosovës. Kjo për momentin është vështirë të thuhet nëse do të ndodhë shpejt, për shkak se tashmë e dim që në të kalumen ka pas emisar special nga Shteti Bashkuar të Amerikës për të mbikëqyrur dialogun. Ende nuk kemi një të tillë dhe do të presim nëse do të ketë emër të veçantë apo do të autorizohen të zëm Grenell si emisar për misione speciale apo do të lihet në dorë ambasadave respektive të SBA-ve në Beograd ose në Republikën e Kosovës. Pra derisa nuk kemi një konklud, një deklarim zyrtar nga SBA se si do të qaset këtij procesi, ne nuk mund ta dimë a priori se çfarë do të ketë në kuptimin e arritjes së marrëveshjes. Po, ndërkohë Bashkimi Evropian tha se parafinancimi nuk do të bëhet tani për Kosovën dhe Serbi, pasi që nuk është plotësuar parakushti për normalizim marrëdhënies. Si që në pak këtë çështje dhe çfarë mund të jenë pasoja sidomos për Kosovën në rast se nuk arrihet progres për normalizim. Ne kemi thënë vazhdimisht, është në interes të Serbisë që të mos ketë progres në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak edhe të izolimit të integrimit, por edhe për sa i përket granteve të cilat i përfiton Kosova në sajë të këtij procesi. Jemi në masa, vazhdojmë të jemi në masa dhe kjo për nimëri projektesh ka qenë një proces me pasuja dhe unë besoj që qeveria e ardhshme, kryeministri i ardhshëm do të di të rikapitulojë këtë situatë dhe të kemi mundësi që të thithim grante dhe financa nga këtu të cilat i parasheh Bashkimi Evropian për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht në rast se nuk arrihet përparim, s'do të kemi as funde. Nëse s'do të arrihet përparim në këtë aspekt, s'do të kemi funde. Rrjedhimisht do të kemi izolim edhe më tepër, edhe në kuptimin diplomatik, edhe në kuptimin ekonomik për Kosovën. Edhe kjo fatkeqësi për ekonominë e Kosovës në tranzicion.
Ish-kryetari i Prishtinës Alban Zogaj ka dorëzuar në gjykatën themelore të Prishtinës padi për shpifje ndaj Dejona Mihajlit, aktivist televizjes Vetëvendosje. Në një postim në Facebook, Zogaj thotë se ky veprim erdhi pas akuzave të rënda dhe të pa baza që Mihajli ka bërë kundër tij në lidhje me manipulim të votave të diasporës. Unë besoj në ndershmërinë e procesit demokratik dhe nuk do të lejoj që askush të përhap shpifje për qëllime politike. Prandaj përmes kësaj padije po mbroj jo vetëm dinjitetin tim, por edhe për parimin se zgjedhjet duhet të jenë të pastra dhe të drejta, të mbrojtura nga çdo tentativë për manipulim apo diskreditim përmes shpifjeve, ka thënë Zogaj. Dy asambles në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Berat Lahu dhe Edmonda Zemi, janë përjashtuar nga lëvizja Vetëvendosje. Ata në seancën e asambles komunale janë ullur në fund të sallës, larg nga asamblesët e tjerë të VV-s, si asambles të pavarur. Lëvizja Vetëvendosje, e cila tani mbetet me 15 asambles në Kuvendin Komunal, ka njoftuar për përjashtimin e tyre pas fillimit të seancës. Lahu e ka akuzuar kryetarin e qendrës në Prishtinë, një herësh kandidat i VV-s për kryetar të kryeqytetit në zgjedhjet e kaluara Arben Vitin për sabotim të fushatës. Klojmë në një çështje tjetër. Deri më tani mbi 7.000 zyrtar publik kanë bërë deklarimin e pasurisë sipas ligjit, përderisa në këtë listë janë rreth 11.000 zyrtarë. Deklarimi i rrejshëm i pasurisë vazhdon të mbetet sfidë, thonë Agjencinë për parandalimin e korrupsionit. Ndërkaq në Institutin e Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se ky proces nuk e ka arritur qëllimin. Deri të hënën e 31 marsit është i hapur afati për deklarimin e pasurisë për rreth 11.000 zyrtar publik, proces ky i cili është kyç për Kosovën në rrugën e saj për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Këtë obligim ligjor deri më tani e përmbushën mbi 7.000 të tjerë, përderisa në proces janë mbi 1.000 zyrtar. Nëse deklarimi i pasurisë nuk bëhet brenda afatit të rregullt ligjor, atëherë pason dënimi me gjobë dhe jepet 15 ditë afat shtesë për deklarim, thot drejtori i Departamentit për Kontrollin e Pasurisë dhe Dhuratave në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Afrim Atashi. Siç thot Atashi, ndër vite problem më i theksuar ka qenë deklarimi i rrejshëm apo mos deklarimi i saktë. Ata që dënohen me gjobë, ndërsa i japet dhënia afat brenda 15 ditor që të deklarojnë pas dënimit që i shqiptohet me gjobë, 30% e gjobës domon tyra që merren nga paga mujore, dhe nëse nuk e deklarojnë edhe pas afatit tjetër shtesë që është 15 ditë, atëherë konsiderohet vepër penale, domethënë mos deklarimi me kohë. Ndërsa deklarimi i rrajshëm është vepër penale ashtu e parapamë me kod penal. Kemi një proces raste ku i bëjmë kallëzime penale për deklarim trem pasurisë dhe kemi edhe po ashtu raste ku gjyqtarët ose prokurorët i kthejnë duke i cilësuar si gabime teknike, por nuk mund të qenë një gabim teknik ku një zyrtar i lartë publik ose subjekt deklarues nuk e deklaron shtëpinë, banesën, një biznes caktuar ose paratë e gatshme. Gabime teknike nuk e deklaron adresën që duhet, për shembull atë shtëpi që ka 150 metra katror, deklaron 145 metra katror, po është njëjti vend e njëjta adresë. Ashtu ato mund të cilësu gabime teknike, por gabim teknik ku nuk deklarohet një pasuri e palojshme nuk mund të thonë gabim teknik. Por që ky proces ka që rëndësishëm, po shihet vetëm çështje administrative duke mos sjellë rezultatet e nevojshme, e thot hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi Gzim Shala, sipas së cilit procesi i deklarimit të pasurisë asnjëherë nuk ka arritur qëllimin e caktuar. Është një mjet që shërben për qëllime të tjera, për qëllim të zbulimit korrupsionit, parandalimit korrupsionit dhe identifikimit konfliktit interesit e tjerë, e që fatkeqësisht deri më tani nuk e ka arrit këtë qëllim. Në anën tjetër, nëse i shohim rasti do thotë deklarimit të pasurisë, sepse mos deklarimi i pasurisë apo deklarimi i rrami i pasurisë paraqisin vepër penale, atëherë e shohim që gjykatat nuk kanë shqiptuar do thotë dënime meritore, përkundër faktit që është vepër penale në praktike kanë trajtuar si kundërvojtje. Në deklarimin e pasurisë të obliguar janë disa zyrtarë si presidentja, kryeministri, ministrat, deputetët, gjyqtarët, prokurorët, drejtorët e departamenteve, sekretarët, kryeshefët ekzekutiv, antarët e bordeve, mjekët, profesorët, zyrtarët tatimor, doganor e të tjerë.
Mjekët dhe profesorët për herë të parë bën deklarimin e pasurisë në vitin 2024. Një punëtor ndërtimtarie ka vdekur pasi ka rënë nga një lartësi nga objekti ku po punonte në lagjën Veternek në Prishtinë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ameti, e cila ka thënë se viktima ka qenë në shtetasi huaj. Rrethorës së 11 është marrë informata se një person rreth 50 vjeç ka rënë nga një lartësi derisa ka qenë duke punuar në një objekt në lagjën Veternek. Si pasojë e lëndimeve, personi mashkull shtetasi huaj ka ndruar jetë. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekëve emergjent në vendin e ngjarjes, ka deklaruar Ameti. Do qëtë magazinën informative 21 drejt për drejt. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirëmbëngjes.